Genisi ka qenë përfasun para se me hinë rekord. Amo kur t'jam ofër nonës edhe ofër babës nina shumë i vëgël. Armën ma të forte që e kam i kam doat që i bëj edhe mbështetjen që e kam të zoti. Shpërbi vëllaj kom pas pak për nalëcis, edhe aeroplanit. Rekordin me helikopter. Edhe ja kalzoj vidon, që ishë du me pregadit. Kom pas rëziksh, dhe më thonë me këput edhe gjoksin në onën e gjatë. E këtë kanë menu që kam për më vladit, atë kom pasu i të zemzemit e të knum. Ky emision mundësohet nga Ruko Power, 99 SM, VUM, Vetalgo, Unimax, Next Lift, Saraj, Mishtore Ymere dhe Dion VIP. Përshëndetje shikues të shënjesër.net. Sot në studio kam Hullkun Kosovar, njeriun e Genisit i cili mbajti mbi trupin e tij një peshë prej 2000 kg. E tash e ka një synim tjetër ta mbaj një helikopter. Bujar Muli, mirë se erdhe. Mirë se zeta. Bujar na krejt e po ma të vident, tu i qu 2000 kg, po një nasha na u dëke thjesht me këshur për kamerës, po që ka përjetove ti në ato momente? Po i momente përjetimës është problem edhe me përshkru. Është një përjetim që vëlloj problem është me përshkru. Amo emocioni ka qenë shumë i madhë, edhe pregaditit kanë qenë shumë intenzive, po ashtu ka pas edhe një farë lloj spequ i frikë, po një farë lloj si treme, se çka po ndodh. Një farë stres, apo shkan gjithë shka mirë, a i kena plësu këtë kushet për Genes, a i kena pregadit për salën ato që është duhet, apo ka publik, ta në që tash keme menu punën për thasmi që mi mbajtë në trup. Po si do që tjetë ka shkushu që zotit mirë, edhe ja rritëm qëllimit që ato që këna pas për qëllim. Ajo video ke dikon një minut, po sa realisht kohët ka morë ty mu pregadit për këtë sfidë? Ofër një viti, jena konë, jemi pregadit me Genes, do më thonë që u dash me folle, me pritë e-mailet e tënve, me ushtrime, me krejt, do më thonë, ka zgjatë ofër një vit. Cilat që në konasha këto sfidat ma të rana gjatë kësaj periudhe një vjeqare, qka është seni ma i shtinë asha që do të me bo për me mujtë me ardhë një rezultat i tilë? Po disiplina, do të me pas disiplinë shumë madhe për me pregadit. Se njerës, do më thonë, e shofin vetëm finalin. I ngriti, i mbajti, u halal i kofte, kashtë, do më thonë, mrapa ata nuk shofin se çka ndodh. Ka raste kur të hup motivi, ka raste kur lëndohesh, ka raste kur, shambull ka pas raste që më ka ndodhë që nuk e kom pas atë nivelin e forcës sa duhet, edhe ka fillu një farë lloj dëshprimi. Tash imagjinate kur nuk e ki forcën sa duhet fitness, që kimi ngrit 200-300 kg ose 500 kg, tash imagjina kur e menoj isha 2000 kg ose 2500 kg. A është një farë lufte psikologjike kjo? Po, kjo, unë gjithë më këmë thonë edhe thamë që në gjatë një sfide, një sportiste, pa marrë parasysh, a unë apo ne kush tjetër, do të më pregadit minimum për 3 lloj sfida, si që jone. Do në sfida e parë është kuptohet, më pregadit psikikisht për rekordin që e ki. Pas ta vjen sfida e dytë, ndaj komentëve që të bojnë njerës. Shamulla ka marrën se një ditë para komente më thonë dikush, ki me vdek, ose ki me met në golis, ose kur të plakësh, s'ki me mujtë me arrit pleshnine, shumë që si sanë. A kalëzën kjo për nivelin e shqiptarëve që nuk jena motivus, po mundomi me ja hup motivin dikujna dhe qysh kanë diku këto të te realisht? Shumicën në rastevi mundu mos mi lexu heq, edhe për fatë mire kam një person që mi kontrolon komentet e mi kontrolon krejt ato shka shkrujnë, edhe shumicën në rasteve unë nuk isha heq mi fshin. Po ka herë ndodh, shamull dhe bëj që unë bjenë sy, edhe lexoj. Shamull ka pas raste kur me ka që 2 javë para se me bëhë rekordin karrocën. E këtë rekord ju mundu sa ma pak më mirë me komente, sa ma pak më mirë me njerës që jenë dashakeq. Se ka që na kanë përkra shumë, që qërë zotit, po interesant është 100 komente bëhen të mirë, dhe të qysha i shejtoni që të me lezu bashat atë kjesin, për më ta hub motivin. Po ka dosh zotit që kemë bindjen e modhe ndaj zotit edhe nuk ka mujtë, nuk ja ka arrit qëllimin. Po e përmene paka shumë që ka pas sfida deri te me artë ky rekord. Cëllën e kishe do me neve nashta që m'ju kallzu edhe këtyne që nuk është bash let breve, që aje video një minut që jetu e po ti? Po njëna për sfida ka qenë kur ka fillu
kom pas rreziksh, domethënë me kaput edhe gjoksin në onën e djathtë. Ato domethënë kom pas kësaj farë frike se këtë gjoksin këne e kom kaput, prej peshav, tricepsin e kom kaput, edhe ligamentin e kom kaput. Ta kur fillojmë edhe këtë tjetër më kaput, ato më thonë rrokun e var panike çka ka ndodhur. A mos është momenti që po ma jep Zotin e paralajmërim që tërheku, a çka ashtu ndodh. Po gjithmonë në doon armën më të forte që kam dohet që i bëj edhe mbështetjen që kam te Zoti. Këto më ndihmojnë më shumë. Edhe se kam problem. Ndodh çka ndodh. Caktimi të Zotit s'është mik. Desha me kalu te pjesa e sfidës tjetër. Nuk jeton nol, e ke përmend një helikopter edhe qysh realisht po mendon çka ka nevojë. Po helikopterin neve normal një 5-6-7 vjet e kam këtë rekord në kry për me pru. Është ideja jote apo i dikujna? Ja, ideja është e imja, është fikse e imja. Edhe po problemin më të madh e kemi këtë që për krajen e kemi pak dopt puna e sponsorëve. Në aspektin financiar. Po. Edhe tash ta tregoj një rast shumë interesant, bile edhe pa ta postuat, postim ku që buj pa të bo. Edhe është një moment kur u pregadisha për këtë rekordin që e kam tani. Edhe tash fillun pak zbehjet e ndimesës, edhe më thirë mu një person në telefon edhe më bën qëra bujarë të atëne po du më të një mu. Tham hade për hajkoft. Thot po du të njoftu, thot me njerëz, me tiktokerat. Dita që luj tiktok që po ato thot dosh me pas kujdes, atë për islamës me full. Se na sajri na hin tiktok, do më thonë sanën e pas që këna pas këshillat, këna pas nda njerëzve, që mi largu për drogave, për alkoolit, për shumë sanet kësia. Dukurive negative. Po, këna pas, do më thonë shumë, këna pas një rreth bukur që i këna këshilu njerëz shumë, edhe ato do më thonë kur ma ka bo, që s'do të më folë për islam, ato e di që i kom thonë që nuk ka kur gjë ma të rëndësishme për mu se feja. Tash nuk për shuj, shfridzim paj, praun e ti për shuj që si ndimes, po do më thonë jashta islamit. A është kjo sani ma i rëndësishëm për ty? Po s'ka ma të rëndësishëm për mu se islami. Edhe atëherën e postova në lloj postimi që atë, edhe ceka, po dashti Zoti, shokët e mi, pishuj edhe vllazni, ka pas i shkupit, po më kanë thonë mos mja përman namet dhe s'pja përmani, pe i shkupit, vlla musliman, që u për shambull më ka një mu, ka pas fush Kosovës, që jetën në Londër, Charles Bajgores që jetën në Gjermani, Dumniqës Vushtrës që jetën në Zvicër, ka pas, valla edhe një katolik më ka një mu, edhe ato kam si jaran, edhe ju më ka një mu i Shlizakovës. Këm jaran edhe në patro pak me punu shumë, edhe më ka respekt shumë madhë për mu, edhe do më thonë, këtë ta do më thonë kam jenë bo, edhe bashkë me mu edhe falë të me do më thonë, kena arrit për me pru jurin e Genisit në Kosovë. Pak ta do më thonë, nuk e kisha pru. O, do më thonë, do një farë pune me ardhë, kanë ardhë direkt të Genisit, persona zyrtarë ose përgjithës tyne? Do të mi pagu ata për me ardhë për shamë në Kosovë. Okej, do më thonë, do të mi avik shpenzimet, ta? Shpenzimet, e për mi shkani shumë e modhe për me pru ata në Kosovë. Se kanë, që që logaritën ata shpenzimet, që shkanë me boqa për djene, por rëndësish më konë për mu mi pru në Kosovë, se s'kanë qenë në Kosovë kur ata. Në qashtet të fortit tam ekstrem që e kam. E do më thonë, mendimin e Zotit edhe partë me shokët mi këna rritë, do më thonë, më motivu, se më hupit i kur motive. Dhe në tha, shka mund si gjithë këtë rekord me pru në Kosovë edhe mësë me dalë për shamët një mu dikush. Na, ke mundësi edhe vetë mi bo dësane. Pa jo, që thojnë në për të më shalojt. A kuptën, na s'pe bëj vesh për veti këto, pe bëj për krejt. Për ke shqiptarët, ku do që jenë, do më thonë në që kjo rekord në përfaqëse neve. Edhe e arritëm këtë qëllim që Zotit, dolen në me të Genisit që shkalove, qëfar ose tash pra paskinat, qoftë edhe mas e theve rekordin, a kanë befasum? Genisi ka qenë befasum para se me hinë rekord. Vish me idin? Jo me idin, po problemi është që po më vetaj mu këtë dishka tjetër edhe në pëthëm këtë dishka tjetër. Ta shaj po më thotë mu për shamë dhe bëj puna e kishë stresin e rajt rekordit. Edhe në tash pëthëm, jo, unë jem të menu për rekordin tjetër. Ta shë imagine, halo pa i shu 2000 kg trup,
Unë e pithëm këtinaj, tash jem të pregatit rekordin me helikopter. Edhe ja kalzoj videon, që po du me pregatit. Edhe do më thonë, kjo e habit, dhe qysh ka mundësi një njeri, halo pa e rrit, pa di që ka pëndohën me to. Për funit 2.000 kg për menën rekordin tjetër, do më thonë që e ka. Mirë, po nalmi tash të helikopterit, që ka realisht dvyn ndim ose përgaditje që Kosova me pas edhe një kësi rekord për mes teje. Sa i përket pregaditje, do më thonë i bojmë vetë na. Po e shka më vynë për njerëzve është, tash për shamull, për me bo gjithë këtë rekord, pas qenë prezent prap juria të, adena që dëshë që nuk e ka lezetin e vetë, nuk e ka tjeshin e vetë, juria për shamull do të me qenë ato, plus për helikopterin do të me pru për Shqipnije në Kosovë. E veç vjetë, mi ka lip, dhe me thonë, helikopterin me pru për një orë, dhe me thonë, 13.200 euro. Që me ka mundësu shumë. Po, tash me pas për shamull, se cili mu bo, kapak, që thojnë pika mushit uj, pusi, edhe na, pika, këtë zbashku kishëm arrit me bo, dhe me thonë, këtë rekord dhe me met këtë rekord në Kosovë për të një jetën që një person i Kosovës, një van i vëgël, po me njerës të mlaj, me arrit, me pru, dhe me thonë rekordet ma të rrezikshme në botë. Strong meni që në dytë lev 500 kila, e ngri një kamion. I bëndesane, pa i nuk rrezikohet që akum rrezikuan. Dhe me thonë, mu më qujnë sport ekstrem. Dhe me thonë, edhe një epitet pa shumë se strongman. Strongman po ekstrem. E strongman i kem disiplinat. 5 disciplina ti merr pjesë në cilën dush. A strongman ekstrem është kur ti do më thonë ballafaqohesh me dekën. Se ti do më thonë kur ti hesh në rat pesh. Edhe të vjen 1900 kg. Edhe jetë pa frym. Edhe plus i kibi qita 100 kg, edhe plus dhe sa të largohen, një 3-4 sekunda, e t'ja nisë me nëzej 5 sekunda. E dhe ti hjekën, do më thonë, a kem 5 sekundat më të gatë jetës tonë? Valla e ka këshëm kondën, po më të këtë një sahat. Po, mirë. Bujar, përveç kësaj, a ki ndonjë ndim financiare qoftë prej Genisit, a shpërblejnë ata me diçka, po veç me qatë rekord në librat e tyne? Sa përkes shpërblimit Genisit, do më thonë Genisit ta jep mundësin që ty më të njofë bota. E më të njofë sponsor, që ti nesër mas nesër me pas punë në sponsor. Se zakonisht të sportet ekstreme, ma shumë pagu e shprej sponsorve, se sa që ti jep federata, ose të kush diçka. E do më thonë, këto ta jep për shamull Genisi, ta të qelar dyrt, që ti me vazhdu, do më thonë, drejt asoj rrugë ku ti po dërë me arrit. Shamull për mu, kanë shru gazetat ma të mloja të Anglisë, në Amerikë kanë shru, në Gjermani kanë shru, e kanë shpërndohë Genisit, dhe më thonë 4 shtete, 5 shtete video në temë në foshe zyrtarit Genisit, në Spanje, në Angli, në Arabi, Kinë edhe Japoni. Po thuj se në qëto vendet matë? Po, e ta shpritet me, mas që me kanë dërgu një email adres që më kanë përgëzu mas pari për rekordin, që ka bo bujt madhe. Atëherë më kanë të regu që besoj që javën tjetër do të postojnë edhe në vende tjera. Se po di që me thonë, me no koment, kër i kanë post gjithë ato kilogram në truptemin. Do më thonë, në kanë përgëzu me një përgëzim edhe që të veçantë, që më ka orë shumë mirë për tëme. Bujar, kjo me helikopter është e realizushme mirë, po vetëm dohet punë edhe ndim. Unë para një viti e kumë përgadit binen, do më thonë e kam shpesh që një vit e kumë përgadit binen ku kameroj helikopteri. Qështë e ke menu, helikopteri vjen mi kratë e tu, apo ti e ngrit edhe e mbon? Aja është, do më thonë, e të kjojnë në loj bine, për shambull si kur kjepshe, se helikopteri me tronë kra pak problem, sa din dvronë kra. Dhe ta shambull përbëj, unë e që të binë kam e ngrit komplet, me helikoptere, me krejt. Edhe do më thonë, mrena, ta sot mi caktën Genisi. Ta shë mi caktën 20 sekunda, 30 sekunda, 40 sekunda. A nuk mund është ti me zxedh këtu për shak? Ja, ata të caktojnë. Shambull, bëj thënë, për me thyti, për me bo këtë rekord, do të mi qitë 30 sekunda. Ta shë imagina, me morti një kese me sheqer, 5 kila, me morti qishtë 30 sekunda të bjendura. Dhe më thonë, pesha, që ofësësh 1.000 kg, bohet gati 10.000 kg. Se ranohet, shkën të rate poshtë. E kuptueshme, tash kisha dal pak në aspektin personal, këtë njojnë si Hulk, si njeri fuqishëm.
Po, a ka diçka që e frikson bujarin, ose a ka ndaj fobi diçka bujari? Qëre, sa i përket friksimit, unë po të them, në friksim gjithmonë e kam dhe tutna veç devijimit me çu rrugën e Zotit. Kjo do më thonë mu më bën mas shumë të mu friksu, për arsye se prej moshës 13 vjeçare të e fal namazin, e të mënu me bo punë të mira, e të mënu me nimu njerëzve, e mos mi bo kërkojnë dëm, e më orë në fund, me deviju, e me shku ka alkoholi, me shku ka prostitucioni, me shku ka droga, me shku ka këtu sanet, atëherë do më thonë, ke kam frikën e modha se e quj vetin lej munafiku, do më thonë, duke kun pas islamin në me zemër. E kësojna ma shumë t'ju tut në do më thonë devijimit, se kjo devijim i përfrin të nasanet. Nuk len san pa përfri fjalla devijim. Ta është dikush mënet me thonë, me keq kuptu, po ata që keq kuptojnë, se kam atë problemin për ta heq, unë e kam problemin tam, unë e kam frikën tam, unë e foli për veti. Për qertë, mëna me këshilu, mëna mi thonë qështë të dosh me marë merë, mos dosh li. A bojore e ka që tut vesh mos me përfundu si munafik. Po, bujar, so ka ndiku ky besim në këto gara dhe në këtë sport ekstrem? I përmene do momente që ke pas dhe shprem, po motivi a ka qenë fix besimi jëtë që e ke gjitha, po ku? Në me spori që për të tregoj rasin e fundit, që ta që i këna pas, do më thonë, mu ka dasht, në rokën e farloj, ta shpeqojmë në loj mësysh, ose peqojmë në i farloj, së përdish me thonë, dasha kes që ka ndasht njerëz me në bo dhe kes, mësme lo me përfundu, po alhamdulillah që ka dasht zoti edhe e kom pas sa shok që bojnë, kom një shok që bojnë rukje edhe një mi ka pregadit e ke po atë video, atë e me ujtë frim të këtë zemzemit. Ato video që për mu fladit? E këtë kanë menu që kanë për më fladit, atë kom pas ujtë zemzemit, e të kënum. Për mos më rrugë, do me thonë, na i sy i keq, ose na i farë loj sihri, ose na i farë sani që më të më bodëm, edhe atë i më shku edhe i kom sarpik edhe peshat. Edhe ka dojë zoti me të paren e kom marrit. Me të paren. A ka ndodhë kjo dhe në rekordin para prak, apo të që kjo? Rekord të kjo. Të rekordin para prak, do me thonë, nuk e kom bo, po ka ndodhë një 7 herë e kem provu. Në kësoj ere ka dojë zoti me të paren. Me të paren. Interesant, një detaj që unë për veti nuk e dita, po besoj që dhe shumë nuk e dita. Shumica mendojnë që edhe ne kom pasë të ujvesh për mu fladit. Ata ju është, do më thonë, ujë zemzem, si me ka pru një shak pej qabës, edhe i shoku, do më thonë, i ka kënu, edhe, do më thonë, edhe gjatë ushtrime, sa herë kom ushtru, do më thonë, gjithmonë e kom trupin e kom lakë me ujtë kënum, për arsye se ka mundësi me të rokë syni kesh, ka mundësi me të bëm po, kita shak kesh, plët që, do më thonë, lëndohesh, ose mësyshi për shambull, që ka të bëga me sëram kodër me rokë të rafshit, se jo mo njerin. Ty në, a kini doa ose një lutje të veçan që e bëm para ushtrimit, ose me cilën e kështë karakterizu vetën? Unë gjithmonë, bile edhe ato në video shifet, e kam kryt nalt, edhe më thonë orë me matë madhe, prej, kër e kam fillu këti sporti, pe që e kam pësu këtë doa, dhe me thonë. Unë nuk ka shansa, ose ka mundësi me harru, për gjatë rekordit pe përsërit nuk bëhet, e kam lutje, dhe me thonë, hasbun Allahu një amul vekil, të vekel të alë Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dhe me thonë, që kjo është, dhe me thonë, norma jam kryesore, që unë e hinë peshën. Momentin, që t'ju afrona peshës. Po, për ata që nuk e dim për këthimi i bjen, nuk ka mbështetje që të përveç Zotit, apo? Edhe momentin që afrona të pesha, edhe e thëmë këto, unë e mos shumë interesant që ndodhë. Do më thonë, mbështetja të Alloj është me modhe se frika që e ka mos pëvdes. E kja do më thonë më ka mujtë, që une me arrit me mbojt 2.000 kg. Momentin kër i kam pru 2.000 kg të shbija, edhe kina po thast, konë shok, hasbun Allah me një më lëvekil. Momentin që më hinë sol, e kum po ambulantën, e kum po mjekt, imaginat është mjekt, shfrizoj rastin mi përshëndet shumë, se kanë kry një punë të madhe, edhe momentin që kanë mjektët plus emergjenca qytetit, ka qede drejtori, Besim Mozaci, që e përshëndeset ato shumë,
i ka urdhnu prej 4-ve me kanë gatshëm krejt dhomat që ka mënet më mdojnë mu që me intervenu dere që thujnë asojna që të qamë përpjet me ato koblat që në konë të pregadita. Ta shumë isha pas ledzu, se më kishin pasu mu fletat që jenë pregadit, edhe që KMF-ja, edhe emergjenca që është dhe më thonë spitali ma. E tash, shka më boni me hek frikën mu, im shtete me lojtë. Kur erdhë puna me hi për funë të, a petu kjo do. E në fund, kur e kena kry, e kena nis me bismillah dhe elhamdulillah, e krytë me elhamdulillah dhe tash ja, që të jem tash për këshirën për nare këtë jetër inshallah. Bujar, një pyetje, dje që i fuqishëm, po a je një herë i dopt njët? I dopt... Une i dopt zakonisht nina shumë. I dopt nina kur se në edhe nuk e shprejë shumë, kupton, dhe me thonë dashnin që e kam për prind, shëmisën e rasëve dhe nuk e shprejë, ama kur t'jem ofër nonës edhe ofër babës nina shumë i vëgël. Shumë ekstrem. Nuk më në për shamull me një vetën të fuqishëm para babës e para nonës. Jëm njësë... Që kjo është dhe me thonë dopsia që... Dhe me thonë, jo dopsia, po... Dopsimi jam që kam dhe me thonë dhe i prindve. Që s'mëna më një kësha në jam dikushi për atënve. Bujar, për fond dere ku ja ke qitë cakën vetit? Cëllë është ai piramida ose kulbin që me që ta u babëll? Vëllaj, nuk më në kur mi thonë një personi që ka me lanë. Për arsye se bëva kisët, thamë që të pella, për përfundoj misionin, po mas 2 jave, më shetu e shuni varë kjerë, ose më shetu e shuni varë, thu që valla pas ka rajtë. Une, ku më po planë për moshën 70 vjeqore, 80 vjeqore, me pos rekord. Qka është? Me kom plaku ma i fuqish. Edhe që ose me ebë zoti atimin me pos, që ose kem, se... Elhamdulillah se jeta njerit nuk varet për njerit. Nuk është ndorë njerit, po ndorë zotit. Edhe që ose zotit ka thonë më mja pymer mu denjë atë mosh, besoj që edhe atëherë pebo na i rekord se lokur. Po ta është të këshyrë. Një pyqe, di që bona më erë, po tani dollem pak pëjsoj, a ka fobi? A ka naj fobi bujari për i di qkafit? Fobi? Që kjo fobia, që harrova më të përgjigjë, fobi vëllaj këm pas pak për nalëcis, atë aeroplanit. Ato e këm pas një farë laj, si fobia, po ka aty mu thuja, vësh ka njës më hek, e kështë për tjera shane s'podive, në varet për shkafit, shamu me thonë, ajo tutë është lonit, mi hinë kafaz, me thonë, jo, të raj, po këpëtën. Fobi për nalëcis të aeroplanit këm pas, po ta që për nga bjenë mu thu pak ma shpesh, adin mu ka hek shumë. Që të mos për turbulencave. E ta që për turbulencave, interesant, nuk kam shumë, mu ka hek shumë, nuk kam shumë. Bujar, nëse ti nuk i diqka me shtu edhe nashta metëm pak të pjesa që cëllë është caku piramida, përveç moshës 70 vjeqare me kam plaku ma i fuqishëm. Mas helikopterit, a ki diqka tjetër? Mas helikopterit, unë kam dhe rekordet shkrume, që më bëj që tash njënën për e sfida që këshyri me bo, dhe ka me bo, besaj, po jo me kamera profesionale, se du me provu kështë vetë, e pa ta që bo një sfid para, e pa ta provu, po du me thonë me bo, po mund dalë në gjystë, pa ta pas qef adin me provu grushtin sa kam të fort, me një bek, ose me një lopa, po të tanë, që kjo më ka me të pikë në zemër, për me bo, po tash deti vje kësmeti, tash nuk e di, po va ki dimnit, e blej, me prejna një dhe rëzaj. S'ka nevoj më rëzu ka so për që rëzaj vetë, edhe e prej edhe ho. Bujar, falimderi shumë që në ndërove Ishte knasia jam, ja falimderit edhe për juve, për ftesën, e Zoti ju rujt, e inshallah, ju shënalte e manalte, veç vazhdojni që shtë, e mos të nalni, se kem nevoj sot për gazetarë që e thojnë të vërtetin. Falimderit shumë për këtë fjallë, edhe falimderit edhe ty që po na bën krenar edhe në botë. Falimderit shumë. Të nderuar shikues, ky ishte Bujar Muli e ne shihemi herën tjetër. Shënjestër.net